kupton? Unë prandaj e thash sot asajt që flet për moralin. Unë nuk kam dalë njerëz në televizion për me fol për këto tema, për me marrë fam nga këto tema. Kupton? As për tregu këtë. Edhe fame, se. Fame, fam, çon si ka. Po. Takojmë te fame. Çfarë fame? Apo s'e ka qenë lokal. S'është më se ekziston. Kupton ti çfarë bëjnë? Jo, kuptoj. Dhe vjen ajo thonë ti lexo letrën e babit tënd se ka thënë respekto veten. Ka thënë mu babi im respekto veten. Tani çfarë tha ajo që ta marr vesh do unë, me që e morën vesh gjithë. Ti tha flen në krevat me burrë të martuar dhe ti tha e ke pa veten tatë në TikTok, sa kesh ke dal. Domethënë si ke dalë në TikTok, a ke pa veten tatë në TikTok, po. Dhe treta tha ti duhet kishe marr, ti të kishe qenë ai që në rregull, nuk kishte sill babi jot letër duke thënë respekto veten. Po. Kjo. Tash fal, babi jot ka thënë respekto veten. Unë nga goja ime, që ka thënë babi im, s'ta thënë jo ty pas Jo, një nga gjërat. Jo, s'ka lidhje fare. E për këtë thuj. Po jo, këtë që Jo, se ka thënë respekto veten, ka thënë nuk ka rëndësi. E di unë se që ka thënë. Nuk ka rëndësi, mbyll e gojën, se s'po të kërkoj asnjë llaf nga ato gjërat. Por me që ajo e përmendi, po. Ajo ka thënë një të përgjithshme. Ti ke drejt, bravo, ti ke drejt të thosh, po, kështu e ka thënë, jo, kështu se ka thënë. Paktën respekto veten nuk, po. Respekto veten jo, se unë respekt ndaj vetes time kam. Mund të ketë rikujtuar. Publiku letrën tate. Po, e ka lexuar, patjetër, e ka dëgjuar. E ka dëgjuar, e din. Unë nuk e di dhe nuk kam për ta marrë vesh. Ishte një mënyrë, dëgjoj, ishte një mënyrë e thënurit që nënkupton të këtë gjën, po jo respekto veten, sepse unë mua s'më mungon respektin ndaj vetes. E kuptova. S'ka nevojë të sjarosh më fare, unë kuptoj të syri. Bravo.